Zoti Kasolli, me që jemi në Serbi edhe një pyetje kam për situatën që është duke u zhvilluar atje me protestat, se pari Vučići mundet të krijojë vatra të reja për të hequr vëmendjen? Po tash Dylber, fakte të drejt për drejta se a mund të ketë në një skenar të tillë të errët për ta zhvendosur krizën nga brenda Serbisë në vendet e tjera rajonale nuk mund të kam, por gjykimin politik mund ta jap në bazë të mënyrës se si është sjellur në të kaluarën në Serbia kur është përballur me situata të tilla të ngjashme. Dhe këto që nga koha e regjimit, mbaj mend që nga koha e regjimit të Miloševićit, sa herë që i cenoi pushteti i brendshëm nga protestat në Serbi, ai e shpikti ndonjë krizë tjetër rajonale me qëllim që të zhvendosej vëmendja prej Serbisë që të krijohet homogenizimi i brendshëm serb rreth një kauze nacionale, rreth një rreziku që po i kërcënohet Serbisë nga aktorët e jashtëm, nga shërbime konspirative kundër këtij shteti etj. Pra nuk përjashtohet mundësia duke marrë parasysh sjellje identike që janë manifestuar në të kaluarën që Serbia të tundohet përsëri nga këta skenar destabilizues rajonal në mënyrë që të tejkalohen sfidat që po i kalon brenda regjimi i Aleksandr Vučićit. Mbase në këtë drejtim mund të kuptohet edhe vizita e sekretarit Rute dhe tërheqja e vëmendjes nga Marco Rubio, sekretari amerikan i shtetit, që faktorët rajonal duhet të sillen me përgjegjësi të plotë ndaj stabilitetit dhe paqes dhe sigurisë rajonale. Në këtë drejtim është e qartë se Serbia i ka këto potenciale destabilizuese ende më të fuqishme se sa çdo vend tjetër. Është një situatë e vështirë me cilën po përballet regjimi i Vučićit për shkak të këtë qeverisjes së brendshme dhe pas dorëheqjes së kryeministrit, pas sakrifikimit të ish kryeministrit Vučetić, ku po i shpenzohen kartat për mbijetesë politike, nuk përjashtohen as skenar të tillë sepse edhe shkarkimi dhe dorëheqja e tij u bë vetëm me qëllim që të qetësohen gjakrat të cilat janë nxehur në Serbi, por me duke qenë se as ky opsion nuk i dha rezultatet e pritura e kalkuluara, skenar të tillë destabilizues mund të ekzistojnë në projekcionet e Serbisë, duke marrë sidomos parasysh edhe faktin për shkak të tensioneve që janë krijuar kohën e fundit ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për çështjet e investimeve ushtarake, të luftës në Ukrainë, dhe ne gjithë e dimë deklarimet e zyrtarëve të SHBA-s se Evropa nuk mund të jetë interes primar i sigurisë amerikane, mund t'i tundojnë lider të këtill të përfshin aventura të tilla, sepse ne gjithë e dimë edhe lufta në Bosnjë, edhe ajo në Kosovë, pavarësisht deklarimeve evropiane se është koha e saj për t'i ndalur këto lufta, në fund të fundit BE-ja dhe vendet evropiane kishin dështuar ta bënin një gjë të tillë pa intervenimin e qartë dhe strategjik amerikan në të dy rastet. Dhe deklarime se SHBA-t nuk mund ta kenë me interes primar sigurinë evropiane, mund t'i nxisin lider të këtill që ta lexojnë këtë situatë politike si të favorshme për të realizuar skenaret të cilët i kanë në mendje që sa kohë, por që kanë kalkuluar se nuk është koha për t'i bërë ato. Edhe vetë presidenti Vučić disa herë ka deklaruar që ne duhet të sillemi ngjashëm sikur Azerbajxhanit, presim kohë të gjatë deri kur të krijohen rrethanat e favorshme ndërkombëtare për të realizuar interesat e tona secesioniste në vendet rajonale, siç ka bërë Azerbajxhani siç bëri para një viti dy kur e bëri në Armeni për shkak të fokusimit të Rusisë në luftën e Ukrainës.